Mere Meselaj është drejtuar gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë duke kundërshtuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë që ktheu mbrapsht padinë e saj lidhur me kandidimin në zgjedhjet e Partisë Demokratike. Në ankimimin e depozituar ajo kërkon prishjen e vendimit numër 2397 datë 8 maj 2026 dhe rikthimin e çështjes për rigjykim me një tjetër trup gjykues. Sela argumenton se vendimi për kthim aktesh është marrë në mënyrë të kundraligjshme dhe përbën sipas saj shprehje të frikës së gjyqtares për gjykuar një çështje që hyn në domenin politik. Ajo pretendon se gjykata ka cënuar parimin e paanësisë dhe nuk i ka dhënë mundësinë për të korrigjuar mangësitë procedurale të evidentuara në padi. Në dokumentin e ankimit, Sela sqaron se gjykata e konsideroi padin të paplot për shkak të moslyerjes së tarifës gjyqësore, mungesës së një kopjeje të mjetit të identifikimit dhe mungesës së adresës së plotë të selisë së Partisë Demokratike. Ky argumenton se këto mangësi ishin të riparueshme dhe se gjykata duhet i kishte lënë një afat për plotësimin e tyre, në vend që të kthente menjëherë padin. Sipas Selës, tarifa gjyqësore nuk ishte paguar për shkak të urgjencës së procedurës, pasi zgjedhjet brenda Partisë Demokratike pritet të zhvillohen brenda muajit. Ajo shpreh se do ta kishte kryer pagesën menjëherë nëse gjykata do ta kishte njoftuar zyrtarisht për këtë mangësi ose do të kishte caktuar një seancë të shpejtë për shqyrtimin paraprak të çështjes. Në lidhje me mungesën e dokumentit të identifikimit, Sela pretendon se kërkesa e gjykatës bie në kundërshtim me kodin e procedurës civile, duke argumentuar se identifikimi i palës bëhet në momentin e paraqitjes në gjykat dhe se në padi ishte përfshirë numri i saj personal. Ashtu ajo e konsideron të pajustifikuar argumentin për mungesën e adresës së saktë të selisë së Partisë Demokratike, duke theksuar se adresa zyrtare e partisë figuron në dokumentet e bashklidhura me padin. Një tjetër pretendim i Selës lidhet me atë që ajo e cilëson paragjykim të çështjes nga ana e gjykatës. Në ankim thuhet se gjykata ka arritur në përfundimin se në padi nuk janë paraqitur faktet dhe rrethanat që kërkohen të provohen, pa hyrë në shqyrtimin e themelit të saj dhe pa dëgjuar palët. Sela sqaron se objekti i padisë ishte rikthimi i saj në garën për zgjedhjet brenda Partisë Demokratike dhe kundërshtimi i kandidimit të Sali Berishës për postin e kryetarit të partisë. Ajo i referohet në neni 46.8 e statutit të Partisë Demokratike, sipas të cilit kryetari të partisë nuk i lejohet rikandidimi nëse partia nuk rezulton forcë fituese e qeverisëse pas zgjedhjeve parlamentare. Sipas Selës, kandidimi i Berishës është në kundërshtim me statusin dhe për këtë arsye nul. Në ankim Sela shpreh se padia ishte formuluar në mënyrë lakonike, por me identifikim të qartë të shkeljes statutore dhe të kërkesës kryesore për rikthimin e saj në garë. Ajo pretendon se gjykata ka shmangur shqyrtimin e çështjes duke zgjedhur rrugën procedurale të kthimit të akteve. Paditësi argumenton gjithashtu se gjykata nuk ka tentuar të përdor mekanizmat e pajtimit të parashikuar në kodin e procedurës civile dhe se mos shqyrtimi i çështjes në themel i ka cënuar të drejtën kushtetuese për një proces të rregullt ligjor. Ajo e konsideron këtë situatë si një rast ku sipas saj sistemi gjyqësor kontribuon në konsolidimin e autokracisë në partitë politike. Mere Meselaj kërkon nga gjykata e apelit që të konstatojë cënimin e parimit të paanësisë, të prish vendimin e gjykatës së Tiranës dhe ta rikthejë çështjen për rigjykim me një tjetër trup gjykues.